Unë e di që ajo nuk e drejton policinë e shtetit, është vënë aty për postën, zjarfiksin e shërbime tjera. Policia drejtohet nga një krye kriminal si Ilir Proda, zonja kryetare, dhe ajo duhet vi këtu dhe t'jap llogari që si ka mundësi që policia e drejtuar nga ky krye kriminal përdoret për të rrëmbyer biznesmen, jo më të mitur. Qa i kanë të miturit këta? Policë të shtetit kanë rrëmbyer biznesmen, e thot prokuria e posaçme. Po si ka mundësi flet deputetja e Vlorës atje në fund? Po pse është mbyllur hipoteka e Vlorës? Sepse policia e shtetit nuk garanton dot institucionet publike. Krimi organizuar çdo ditë në hipotekën e Vlorës dhe ka detyruar drejtorin e përgjithshëm të hipotekës të zhvendos stafin nga Vlora në Tiranë, sepse policia e zonjës nuk i garanton dot në krye të detyrës funksionarët e këtij shteti. Dhe ju vini flisni këtu për ligj, vini flisni këtu për krime që pas kanë kryer protestuesit se kanë ushtruar drejtën e tyre kushtetuese për të protestuar, pse nuk flet ajo? Që po mbyllet hipoteka në Vlorë. Se ka 3 vjet që nuk mbush dot një muaj një drejtor hipoteke, se nuk ushtron dot i lirë detyrën. Sepse policia që drejtonte apo presupozohet drejtoi zonja është shërbim të krimit organizuar, jo të qytetarëve, jo të funksionarëve ndershëm këtij vendi. Për këtë duhet vit flasja ajo. Jo për mesazhet që i çon nga Arratia në shtëpinë e Soel Çelës dhe Troplinve, Ergysa Gasti që e ka vënë zonjën në atë karrige dhe të na hiqet ne si ministre e brendshme.